Bordi i Transparencës për Karburantet ka vendosur një tjetër rishikim të çmimeve tavan për karburantet në tregun vendas, duke reflektuar rritje si për naftën ashtu edhe për benzinën. Vendimi vjen në vijim të luhatjeve të raportuara në bursat ndërkombëtare dhe zhvillimeve në tregjet globale të energjisë. Sipas çmimeve të reja, nafta në tregun e pakicës do të tregtohet deri në 210 lek për litër, nga 207 lek që ishte më parë, ndërsa në tregun e shumicës rritet nga 195 në 198 lek për litër. Edhe benzina hapson rritje duke shkaktuar nga 174 në 176 lek për litër në tregun e pakicës, ndërsa në shumicë do të tregtohet në nivelin 164 lek për litër. Bordi ka bërë të ditur se këto çmime do të qëndrojnë në fuqi deri në një vendim të dytë, duke e përcaktuar sipas zhvillimeve në tregjet ndërkombëtare. Ndërkohë, në nivelin aktual të tavanit nuk aplikohet më ulja e aksizës për 20% e parashikuar më herët në aktin normativ të qeverisë, e cila aktivizohet vetëm në raste kur çmimi i naftës të kalon 220 lek për litër në tregun e pakicës.